Shumë këngëtare ose artiste të ndryshme bëjnë plastik surgery. Po, moderne tash. Në qoftë se ti nuk je i kënaqur me diçka, ke mundësi, pse jo? Edhe të ke vënë çfarë intereson dikujt dhe çka ke bërë ti në veten tënde. Për mua mendoj që Zoti ka fal mjaft. Kam ca gjëra që nuk më pëlqejnë tek vetja, por nuk do i ceki, sepse njerëzit do të ngulin synet të mash atë. Çfarë keni si perspektivë për ta bërë të ardhmen? Si perspektivë për të ardhmen. Po normal se me kalimin e viteve, mosha, qetërruat, ato gjallë më të parë që kam e bën në jetën time, kam e bën botox. Po tani s'kam nevojë akoma. Edhe nuk do t'ja filloj herë me të mësohem. Sepse kam pyet mjekun për atë gjë, kam pyet, ka thënë tash për tash gjyqse, tha, s'ke nevojë, në të ardhmen sot 3-4 vjet, 5 ndoshta. Unë kam pas dhamin, kam pas si dham vampirash. Gjithkush kur e kam punua, më ka thënë, po pse ke prishëm, o zot i ke pas atë shkelqim syrit, ta ka dhënë ai dham, aq bukuri ke pas si na duk se po na kafshon. Të shumë e kam prishur atë dham, alla s'prishi gjatë tjetër. Zonë ti që mi ka falë natyra.